Një vit që unë do thoja ishte pa, por edhe me tanin. Pa të vetëm fizikisht, sepse largimi i njerëzve të dashur nuk është kur një ikje e plot dhe as e përhershme. Tani ka qenë mes nesh, me mallin që nuk fashitet, në biseda, në kujtime, në punë të shumta të lëna për gjysmë, në ngjarje, në sende që kanë gjithmonë një histori dhe që lidhet me të. Lamja kishte një dhunti të rrallë, tu jepte jetë gjërave, historive, fotografive të zverdhura, atyre uniformave që i kishte me aq shumicë në shtëpi, monedhave të vjetra, gati të ndryshkura, atyre kopsave që binin nga këto uniforma, e kartolinave të vjetra, e një embri që fshihej nga kujtesa, e gjërave që për shumicën mund të dukeshin thjesht rraqe, por që për të ishin pjesë e historive shqiptare. Ishin pjesë e asaj historie të gjymtuar, të deformuar dhe ende të patreguar, sa dhe si duhet. Vetë tani ka shkruar diku se njeriu pa kujtesë është veç një gjallëzë vegjetuese. Dhe ndoshta kjo fjali shpjegon më mirë se gjithçka atë pasion të çmendur për të zhbiriluar të shkuarën. Ka njerëz që merren me historinë për profesion, ka të tjerë që e përdorin atë për retorik politike apo për fasad patriotike. Por tani ishte nga ata të rrallët që jetonte me historinë si një formë kujtese, respekti por edhe detyrimi ndaj shoqërisë shqiptare. Edhe shqiptarve. Jo më kot lodhej ai shumë për të na rrëfyer, shpjeguar dhe mësuar edhe detajet më të imta. E kishte këtë të mirë, e ndante çdo informacion, çdo zbulim me të tjerët. Ai nuk e shite të shkuarën si diçka të vdekur, përkundrazi, e sillte në tryeza, në ekrane, në gazeta, në revista, madje edhe në rrjetet sociale, në debatet dhe në bisedat pafund që bënte me miqt, por edhe me ata që nuk i njihte fare. Niste një bisedë dhe mund të përfundonte edhe pas disa orësh. E tregonte gjithçka me pasion, me ironi, me një ironi që nuk ishte kur një ironi therse, po ishte një ironi që gati gjithmonë shkaktonte humor. Edhe me zëmërim kur duhej, por gjithmonë me shumë dashuri. Dhe sot jemi mbledhur edhe për një arsye tjetër të bukur, sepse Shqipëni e harrume, rubrika e famshme që ai publikonte çdo javë tek revistat Klan dhe Mapo, është kthyer tashmë në një libër, në një vazhdim të atij vështrimi unik që Artani kishte mbi Shqipërinë. Një Shqipëri e të harruar, por jo të humbur, fatmirësisht edhe fal pasionit të njerëzve si tani. Është një Shqipëri që ai e kërkonte në arkiva, në skuta, në fotografi, në kërkime të shumta që bënte fal pasionit të tij të madh si koleksionist, në kujtime, në rrëfimet e njerëzve. Në një kohë kur gjithçka harrohet shpejt, Artani ngulmonte të kujtonte dhe për këtë jemi gjithmonë falendërues. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ai vazhdon të jetë mes nesh, me gjithçka ka lënë pas, në koleksionet e tij të vyera, për të cilat ankoi gjithmonë se nuk kishte më vend në shtëpi. Në muzeun që ëndrronte të ngrinte, në shkrimet që kush e di edhe në sa libra të tjerë do të shndërrohen, në bisedat që vazhdojnë edhe sot, sikur ai të hyjë nga momenti në moment tek ajo derë për të na shpjeguar një detaj, për të na shpjeguar një histori, një emër, një lidhje të cilën ne nuk e dim dhe nuk kemi mundësi nga ta dim, po ai arrinte gjithmonë t'i bënte lidhjet. Apo me detajet e vogla në dukje të parëndësishme, por që në fakt i japin kuptimin tërësor dhe njerëzor asaj historie shqiptare që ende vazhdon të jetë e cunguar dhe e patreguar. Sot jemi këtu për të kujtuar Tanin, por edhe për të gëzuar bashkë me të. Unë e ndjej, besoj e ndjeni dhe ju, ai po na sheh nga lart. E natyrshëm do të vazhdoj me ne atë bisedë që ka nisur prej kohësh për Shqipërinë. Do doja të ftoja tani Lisjan, e cila për fatin ton të mirë do të jetë ajo që do të vazhdoj këtë traditë dhe këtë trashëgimi të Artanit. Lisja e ka lënë Italinë ku ishte për studime dhe është kthyer përgjithmonë në Shqipëri për të ndjekur këtë pasion kaq të bukur, edhe që është kthyer deri diku edhe në pasionin e ne miqve të Tanit me të cilin kemi ndarë shumë biseda. Lisja, të ftoj të vish për të folur diçka lidhur me këtë libër të ri, Shqipëni e harrume, që e sjell përsëri Tanin mes nesh. Me qenë se e nisëm me muzeon, do të doja që